Biznesmeni Ergys Agasi, i shpallur në kërkim nga SPAK në lidhje me aferën e tenderave të akshit, u arrestua mbrëmjen e djeshme në Durrës. Bashkë me të u vendos në pranga edhe ish zyrtari i policisë, Uljan Shpataraku, i cili e shoqëronte në makinë. Forcat operacionale dhe policia e Durrësit e kishin konstatuar makinën e Agasit që në qytetin e Elbasanit. Ndjekja ka vijuar drejt Peqinit, Rogozhinës dhe më pas drejt Durrësit, derisa u ndalua në zonën e Plepave. Zëri ndau pamjet hap pas hapi nga arrestimi i Agasit deri në shoqërimin në ambientet e bllokut të sigurisë në Tiranë. Agasi, i shoqëruar nga ish zyrtari i policisë, Uljan Shpataraku, ka tentuar edhe të aratiset drejt Shkozetit. Në një imazh të siguruar nga zëri, shihet Audi luksos, teksa tenton të thyejë jo post bllokun, e ngritur për kapjen e tij, ndërsa një efektiv i shqiponjave u ka dalë përpara me Kalashnikov në aksin Golem Plepa. Operacioni është mbajtur në sekret të plot, ndërsa mësohet se në momentin e ndalimit, duke menduar se po përballej me forcat policore të Durrësit, Agasi ka kundërshtuar duke ofenduar efektivët, por më pas, kur ka kuptuar që ishte i rrethuar, ka pranuar të kryejë të gjitha procedurat për arrestimin e tij. Agasi akuzohet për të paktën 7 vepra penale, mes të cilave grupi strukturuar kriminal, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, shkelje i barazisë në tendera, heqje e paligjshme e lirisë dhe korrupsion.